Do gjejmë shadin tim të përsosur me këtë filtrin, është për këtë fondatinën tërtirit. Le t'i provojmë me radhë që të zgjedhim ngjyrën perfekte për fondatinën. Domethënë, unë e kam marr fondatinën, po shohim nëse kam marr shadin e duhur. Nisim me të parën, unë jam nxjerr pak fare nga plazhi. Kjo më rrim pak e hapur. 13 nëja më duket pak më mirë. Nuk e di si mendoni ju. Pastaj është 15 C-ja. Më duket se kjo është më afër se të tjerat. Kjo është 17 C-ja. Prit, çfarë ndryshimi kanë këto? Okej, kjo është pak fare më errët. 17 N-ja është shumë roz. Kjo më duket shumë e verdh. Okej, 12 C-ja më duket se është perfekte. Le ta provojmë. Shiva çdo gjë që kam në fytyrë. Shadin 21 C. Le ta hapim. Ka dy masa, kam marrë këtë të madhen. Duket se hapet duke shtypur këtë pjesën poshtë. Po. Ka këtë për ta bërë blend fondatinën dhe kështu duket, shpresoj shumë të kem zgjedhur ngjyrën e duhur se këtu po duket pak e errët. Shkoni te pjesa e dytë për ta provuar.